Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit prill edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim se si do jetë ky muaj për shenjën tuaj. Është një muaj jo shumë i mirë për të gjithë. Gjithsesi shohim energjinë që do na vi. Atëherë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit në javën e parë, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të zjarrit, të ujit përsëri. Shoh një dashuri, një fillim i ri në lidhje me pjesën e personave që janë të veçarë ose të lirë. Është një person që ka shumë emocione dhe shoh që ju keni nevojë për të menduar në lidhje me këtë me një ofertë të re në lidhje me dashurinë që do t'ju vi, ose në lidhje me një person që ju jeni në njohje ose në lidhje. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh që do keni një çlirim shpirtëror, lajme të mira në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë. Ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht në mesin e javës, edhe pse me një lajme të mira. Dhe ju dëshironi të jepni drejtim diçkaje. Mund të dëshironi të jepni drejtim shtëpisë, familjes, fëmijëve tuaj në një rast, në rastin tjetër për disa të tjerë ndoshta punës tuaj, anës tuaj ekonomike. Dhe kjo gjë ndoshta ju ka lodhur pak psikologjikisht dhe ju shoh që keni nevojë për një pushim. Ndërkohë një pjesë tjetër ka lidhje me studimet, ndërsa për disa të tjerë ka lidhje me shëndetin, me anën shëndetësore. Duhet keni kujdes gjatë mesit të javës së parë, por në fund të javës parë shoh që çliroheni nga këto situata, një situatë lodhje psikologjike ku keni nevojë për një pushim. Dhe fundi javës ju gjen më të qetë, ju gjen më të çliruar me një çlirim shpirtëror, por dhe me lajme të mira në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Briciapit, kemi energjinë e shenjave të tokës dhe kemi energjinë e kartës së vdekjes. Atëherë, në fillim të javës ju shoh që nuk e di, por ju mund të kaloni disa tensione, situata toksike në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër mund të jetë që ju jeni të rrethuar edhe nga njerëz toksik. Kjo mund të ndodhi te vendi punës, në lidhje me shoqërinë, ose varet nga situatat që ju keni. Nga vendet ju i dini shumë mirë se cilët njerëz janë rreth jush janë vërtet njerëz toksik, ose që ju krijojnë tension dhe stres gjatë kohës që ju mund të jeni në punë ose në lidhje me anën ekonomike për një pjesë tjetër, sepse e shoh shumë fort. Por gjithsesi për një pjesë tjetër shoh që mund të keni disa varësi. Mund të jenë varësi ndaj alkoolit, varësi ndaj cigares, varësi ndaj ushqimit, por dhe varësi të tjera që mund të keni. Gjithsesi për disa të tjerë shoh që ju mund të keni kaluar shumë vështirësi, sepse këtu kemi planet Saturnin, është planeti i shenjës së Briciapit, është babai i zodiakut dhe krijon këto situata që ju të vendosni një rregull të fortë në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni, që mund të jetë toksike në lidhje me ju. Dhe në mesin e javës shoh që ndiheni të pakënaqur, ndiheni të pavlerësuar, ndoshta në lidhje me disa situata që do kaloni në fillim të javës së dytë. Për pjesën tjetër, ju jeni duke punuar shumë fort, shoh që keni arritur një lloj standardi dhe jeni duke menduar dhe duke krijuar ide të reja se si ju të shtoni të ardhurat tuaja, si të rrisni
ndoshta në lidhje me një punë, me një biznes, me një partneritet, me një bashkëpunim, por jeni në një fazë të tillë gjatë mesit të javës së dytë. Ndërsa në fund të javës së dytë, shoh që ju do të jepni fund këtyre situatave. Situata pa kënaqësie, situata mos vlerësimi, situata me njerëz toksik, me tensione dhe situata të vështira që mund të keni, si në familje, me fëmijët tuaj, në punë, nga ana ekonomike, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. E rëndësishme është që në fund të javës ju i mbyllni këto situata dhe shoh që ju presin surpriza pafund. Për një pjesë prej jush, në momentin që do të mbyllni këto, ju do pësoni një transformim shpirtëror. Do harrini të lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar, dhe shoh që do bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj, sepse këtu kemi planet Plutonin, që përfaqëson shenjën e Akrepit dhe përfaqëson mbyllje të çështjeve dhe situatave nga e kaluara që ju kanë vështirësuar jetën deri në këto momente. Dhe shoh që do keni surpriza pafund në fund të javës. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me çfarë do lloj situate që ju keni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjitë shenjave të ajrit përsëri. Atëherë ju shohni një energji ku ju do jeni mbas fundit të javës së dytë që ju lini mbrapa gjithçka, pësoni ndryshime të mëdha, atëherë unë ju shoh që ju do keni lajme të shpejta, do keni udhëtime. Ju shoh që do keni një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale, internetit, ose ju do jeni shumë aktiv gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë shoh që do veproni shumë shpejt në lidhje me gjithçka. Ju mund të merrni një lajm nga fëmijët tuaj, një lajm në lidhje me shtëpinë, me punën, nga ana ekonomike, mund të merrni emaile të ndryshme gjatë kësaj periudhe në lidhje me karrierën tuaj dhe shoh që do veproni shumë shpejt, por mund të bëni dhe një udhtim gjatë fillimit të javës së tretë. Për një pjesë tjetër shoh që ju mund të jeni shumë aktiv në rrjetet sociale ose mund të njihni një person nëpërmjet rrjeteve sociale, të keni kontakt të vazhdueshëm me një person. Dhe në mesin e javës ju shoh që nuk e di, por do tregoni shumë të ftohtë. Edhe pse merrni lajme të mira, keni udhëtime, do ndryshoni mënyrën e komunikimit, ose për të zgjidhur çështje dhe situata të ndryshme, dhe shoh ju do përdorni një lloj komunikimi më të mirë në lidhje me çështjet që keni. Në mesin e javës ju shoh që hyni në një energji ku ju keni marrë eksperjenca, do filloni të përdorni më tepër atë pjesën e logjikës, mençurinë në zgjidhjen e situatave, por dhe në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Një pjesë prej jush mund të keni lidhje me institucionet shtetërore. Ju mund të aplikoni në fillim të javës nëpërmjet emaileve në lidhje me institucionet. Mund të jenë dokumenta, mund të jetë pjesa e studimeve për një pjesë tjetër. Dhe dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi shoh që një pjesë prej jush mund të keni të bëni dhe me një person që është pak narcisist. Në fundin e javës së tretë ju shoh që do keni, nuk e di, ndjeni që mund të keni kundërshtime mendimesh me një person që është shumë i ftohtë nga natyra. Kjo mund të ketë lidhje në dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër mund të jetë edhe në lidhje me institucionet, ku aty ju do ndjeni se po ju bëhet një padrejtësi në lidhje me disa dokumenta ose edhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me ligjin, që kanë lidhje me institucionet shtetërore më saktë, çfarëdo lloj problemi që të keni. Gjithsesi një pjesë prej ju shoh që do largoheni dhe do të lini mbrapa dhe ju do vazhdoni para me idetë që ju keni. Edhe pse shoh që aty do keni kundërshtime mendimesh, kjo mund të ndodhi te vendi punës, nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni gjatë javës së tretë. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Dhe në javën e katërt ju shoh shumë të dashuruar.
Jemi të energjia e të dashuruarve, kemi energji ajri, por kemi dhe energji toke përsëri. Atëherë ju shoh shumë të dashuruar në javën e 4, edhe në javën e parë, shoh që keni oferta në lidhje me dashurinë, fillime të reja. Por java e 4, ju ndjeni shumë të dashuruar në lidhje me këtë person, edhe pse mund të kaloni në këto situata. Mund të keni kundërshtime mendimesh, mund të komunikoni nëpërmjet internetit, ky person mund të tregohet pak i ftohtë, por unë shoh që ju do keni një takim, do jeni shumë të dashuruar dhe universi do punoj për ju në fillim të javës së 4. Dhe këtu bëhet fjalë për gjithë ata që dëshirojnë të futen në një njohje të re. Për pjesën tjetër, gjithë ata që janë në njohje, lidhje ose marrëdhënie, ku ju do ndjeni më të dashuruar me këtë person, pavarësisht situatave që mund të keni kaluar. Ndërsa për një pjesën tjetër, ose më saktë do ndizet ajo flaka e pasionit midis jush. Për pjesën tjetër, shoh që do hyni në partneritete, do keni kontrata të ndryshme, do jeni të bekuar nga universi në lidhje me bashkëpunime, partneritete, kontrata që mund të keni, dhe në mesin e javës 4, ju shoh që ju do të regoni shumë të nxituar, do doni të bëni gjërat shpejt. Në moment që takoni këtë person që ju e dashuroni, do dëshironi që ti bëni gjërat shpejt, por thjesht unë shoh një nxitim këtu. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me këto partneritete, kjo gjë do t'ju kënaqë, do ndjeni shumë mirë dhe ju do të regoni të nxituar dhe do doni të bëni gjërat sa më shpejt edhe në lidhje me partneritetet. Duhet të tregoni pa kujdes në mesin e javës në lidhje me këto nxitime që mund të keni në lidhje me një dashuri, me një takim, ose dhe në lidhje me punën tuaj, për një pjesë tjetër, në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme që keni, me karrierën tuaj, dhe në fund të javës, ju shoh që do jeni më me këmbë në tokë. Ju do filloni të mendoni gjërat më seriozisht, do dilni nga kjo energji e nxitimit, dhe ju shoh që nuk do hini hapa. Ju do jeni duke pritur akoma, do t'i mendoni gjërat në lidhje me një dashuri me këtë person, dhe do filloni do të regojni më të frenuar, mund të them. Nuk është se do hidhni hapa drejt ti nxitimi që do keni në mesin e javës. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do keni një ofertë në lidhje me punën. Është një ofertë në lidhje me këtë partneritet që do krijoni, do filloni ta mendoni edhe këtë gjë, ose në lidhje me anën ekonomike, për pjesën tjetër, për disa të tjerë mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët, me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe unë ju shoh që do jeni më të frenuar në fund të javës, do jeni duke i menduar gjërat më seriozisht dhe nuk do jeni hapa të nxituara si në mes të javës, ose nuk do t'regojeni të vrullshëm dhe të dëshironi të bëni gjërat shpejt, por do të dëshironi të bëni të menduara mirë. Gjithsesi, të lindurit nga data 3 deri në datën 7 bien shumë mirë, pjesa tjetër do ketë edhe situata të tilla. Dhe në fund të muajit, të lindurit në fund të muajit do kenë dashuri të reja gjatë këtij muaji. Gjithsesi unë do marr një mesazh nga angjëjt dhe do shoh çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, ju thot fund një faze të vështirë që mund të keni kaluar. Por edhe gjatë këtij muaji, sepse shoh që do keni edhe vështirësi, pavarësisht se keni dhe lajme të mira, mbyllni situata të caktuara, por ju është një muaj ku do të jepni fund vështirësive. Duhet të përqafoni veten dhe të tjerët, dhe të prisni që gjërat të bëhen më mirë nga ky moment edhe në vazhdim. Është një mesazh fantastik. Thjesht ju jepni fund situatave, shoh që keni marrë shumë goditje, sepse jemi te 10-a e shpatave, keni marrë shumë goditje në jetën tuaj. Mund keni kaluar stres dhe tension për një kohë të gjatë, në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me dashurinë, te vendi punës, në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, ose dhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. E rëndësishme është që ju i jepni fund kësaj periudhe, thjesht përqafoni veten edhe personat që keni në jetën tuaj dhe prisni që gjërat e mira të vinë këtej dhe në vazhdim. Atëherë kjo ishte për ju, pavarësisht ulje ngritjeve, thjesht duhet jeni të kujdesshëm gjatë këtij muaji në momente të vështira.
Ju uroj vërtet një muaj të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe një herë videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme.